Ti mua më le me rrogën minimale. Ti mua më le të lënë më njanë. Ti thua, mos e ky korespondent është. Fundi redaksisë korespondenti. Korespondenti më gjysmën e redaksionit, po është fundi redaksisë. Unë kam fatin e mirë që bashkëpunoj me një koleg timin që është ndër më të vjetrit në profesion, që është Onin Froku, dhe për na ka thënë ne korespondentëve të qarkut Korçës që ore, mbani njëri tjetrin se nuk ju mban kush. Duajeni njëri tjetrin se nuk ju do kush. Ju mbajnë se kanë interes te ju. Në momentin që nuk do kenë më interes, të flakin. si ja të ndryshojnë? Unë jam që kanalet lokale të ristrukturohen. Në çfarë forme? Çfarë duhet të ndryshojnë? Po s'ka nevojë të japësh, të kesh 7 gazetar dhe të bëjnë lajme kanalesh. Nuk ka nevojë të bësh edicion gjysmore. Po. Bëje 15 minuta. Po. Po shko në Leskovik dhe fol që aty dasma e fundit ka 5 vite që është bërë. Ja lajmi. Që lindja e fundit ka ardhur para 7 vitesh. Ja lajmi. Që nuk ekziston realisht një fshat minoritar si Pusteci që të ketë harmoni më të mirë se Pusteci, dhe në fund fare janë njerëzit më të varfër, edhe pse kanë në kufi edhe Maqedoninë, edhe Greqinë, edhe se Bullgaria pretendon që është bullgare, edhe se Maqedonia pretendon që është maqedonase, dhe ata prapë janë të varfër. Po ja më ku e ke lajmin, ik bëje. Po jo, ti më lajm. Bashkia e Korçës ka filluar hapjen e kanalit UIT-s në Filan Tok. Po e bukur është që isha në mes të Korçës, se nuk po të isha fshehur, do ndjesha pak fajtor, po isha në mes të Korçës. Shiko, po gjërat më të rrezikshme si publikut bëhen. Dhe Rosh nuk po ndihmon. Jo, po tani do ta them këtë që mendoj. Ja, le ta mbyllim me këtë, duam pa shitemi. Ose s'duam, prandaj nuk shitemi. Ashtu qoftë. Se oferta ka plotë, për të blerë e për të shitur, ka aq shumë sa nuk e ke iden. Çdo ditë, ka përshtypjen dhe ty të kanë ardhur oferta. Unë po rris çmimin.